Ditëve të fundit në opinion është ngritur shqetësimi rreth kodit zgjedhor dhe mënyrës se si do të realizohet zgjedhjet e ardhshme në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe mënyra se si do të bëhet përfaqësimi i qytetarëve në kuvend. Deputetja e Aleancës për Shqiptarët Krahu i Zjadin Selës, Ilire Dauti, vazhdimisht ka kundërshtuar modelin me një njësi zgjedhore. Në një prononcim për televizionin Koha, Dauti thekson se me këtë model po bëhet goditje në drejtim të rëndësisë etnike dhe përfaqësimit institucional të shqiptarëve dhe fatkeqësisht, siç thekson ajo, kjo gjë po gjen mbështetje edhe nga vetë faktori politik shqiptar. Mua më shqetëson fakti që në mënyrë të vazhdueshme po bëhen goditje mbi të njëjtin boshtë atë të përbërjes etnike të shtetit me tentativë të vazhdueshme disa herë me radhë brenda 2 viteve, që në fakt është diçka që ndodh vazhdimisht, po sidomos është e theksuar 2 vitet e fundit, që pra goditja bëhet për të zvogluar rëndësinë etnike të shqiptarëve dhe padyshim edhe përfaqësimin institucional të shqiptarëve. Dhe krejt kjo bëhet edhe më shqetësuese kur e sheh që gjen mbështetje edhe nga faktori politik shqiptar, të cilët nuk u di arsyet për cilat do duhet ata vetë të përgjigjen, se cilat janë arsyet që edhe kur ishte çështja e legitimitetit kanë goditur mbi elektoratin shqiptar, mbi votuesin shqiptar, vleni duke bërë të mundur që të formohet qeveria me humbësit të faktori politik shqiptar, ndërkaq Fronti Evropian, deputet të Frontit Evropian, po jo edhe ne të cilët nuk jemi pajtuar, duke goditur drejt për drejt mbi këtë shkelje të legitimitetit, duke votuar ligjin për riorganizimin e qeverisë në atë kohë që thirret ligji për organizimin dhe punë të organeve shtetërore. Dauti deklaron se asesi nuk duhet pranuar modeli me një njësi zgjedhore, sepse i njëjti do të zvogëlojë numrin e deputetëve shqiptar në kuvend. Erdhëm në momentin tjetër që kishim ndarjen apo përjashtimin e diasporës nga numri i përgjithshëm i popullsisë, duke bërë që shqiptarët të zbresin nga 30 në 25% dhe krejt kjo tani po merr edhe goditjen tjetër të radhës nëpërmjet modelit të një njësisë zgjedhore, cila thash llogaritjet tregojnë që edhe me numër ne si shqiptar do jemi më pak, sepse realisht edhe kështu si jemi, ne jemi vetëm 25% të përfaqësuar, pavarësisht se kemi 30 deputet shqiptar atje. Për të qenë aq sa jemi 30% e popullsisë së përgjithshme, ne realisht do duhet kemi 36 ulse dhe asesi nuk duhet pranuar matematikat të cilat do ta zvoglojnë këtë numër edhe më poshtë. Ndërsa çështja tjetër që shqiptarët ishin kësaj here në 2 grupe të konsoliduara të mëdha ashtu si koalicione dhe arritën maksimumin e deputetëve ta marrim, pra edhe në këtë maksimum ne jemi vetëm 25%, të mos flasim për situata të tjera që do të nxitte rigrupime tjera edhe te bloku maqedon, që ne do të shkonim edhe më poshtë me numrin e deputetëve në kuvend. Për Dautin, modeli me një njësi zgjedhore nuk prodhon barazi reale, por vetëm siguri për njërën palë, gjë që është politikisht e padrejtë.